Profesori i njohur Luan Topçiu zgjodhi Shkodrën si qendër universitare e veriut për të biseduar me studentët dhe stafin akademik me synim forcimin e bashkëpunimit mes këtij institucioni të arsimit të lartë dhe universiteteve të Rumanisë. Fokusi i këtij takimi ishte shkëmbimi i përvojave, njohja diplomave, si dhe mundësitë e studimeve për studentët shkodran në auditoret e universiteteve të Rumanisë. Marrëveshje midis universiteteve për njohjen reciproke diplomave. Për shembull, mundet që të përfundosh studimet e Luigi Gurakuqi dhe të njihet diploma në Universitetin e Timișoarës, për shembull, ose të Clujit ose të Bukureshtit. Gjëra të cilat kanë avantazhe shumë të mëdha për studentët e universitetit këtu, për të pasur një diplomë që mund të barazohet në universitetet europiane, qoftë për punësim, qoftë për njohjen e njohurive dhe cilësive akademike të studentëve që përfundojnë këto studime. Profesor Topçiu tregon se përmes shtëpisë botuese në Rumani vazhdon të mbajë të forta lidhjet me artin dhe letërsinë shqipe. Apo kam botuar një libër që quhet Prozë shqiptare nr. 1, ku është proza e Ernest Koliçit, proza e Migjenit. Kemi botuar antologji të poezisë shqipe, antologji të prozës, historisë të letërsisë e kështu me radhë, të cilët ne kemi bërë të njohur për personalitetet e mëdha të kulturës shqiptare që mbrojnë nga ky vend, nga ky qytet dhe jemi shumë të nderuar. Sigurisht duke pasur në nivel politik një përfaqësues të rëndësishëm që është deputeti i cili është në mandatin e tretë në Parlamentin e Rumanisë, jemi të interesuar që të krijojmë ura bashkëpunimi midis Rumanisë dhe Shqipërisë, Universitetit Luigi Gurakuqi dhe universiteteve rumune, në bazë të kontekstin të cilin ndodhet Shqipëria, që është në procesin e integrimit evropian. Rumania është prej 2007-ës është antare e Bashkimit Evropian dhe këto ura bashkëpunimi me studentësh, mes profesorësh, projektesh që lidhen me procesin, ne jemi këtu për të ndihmuar shokët, kolegët, miqtë tanë, do të thënë që janë profesorë të këtij universiteti për të siguruar këto ura komunikimi midis Rumanisë dhe Shqipërisë. Në takimin e zhvilluar në bibliotekën e Universitetit Luigi Gurakuqi, pranishëm ishte edhe deputeti rumun Bogdan Alistoqja, ku shkëmbyen disa libra albanologjie mes Rumanisë dhe Shkodrës si shenja bashkëpunimi kulturor dhe letrar mes dy vendeve. Ky takim ishte i frytshëm edhe për studentët të cilët u njohën nga afër me kriteret që kanë universitetet jashtë vendit, si dhe me mundësitë për Erasmus dhe shkëmbim idesh.